Në një atmosferë festive të mbushur me emocione, kujtime dhe urime të përzemërta, drejtori përgjithshëm i televizionit 6+1 Vlora, Albert Deliaj, festoi të premten më 17 korrik 60 vjetorin e lindjes. Mbrëmja organizua në ambientet e Klab Restoranti Tarus, ku mblodhen familjar, miq, të afërt, bashkëpunëtor ndër vite, përfaqësues të institucioneve, personalitetet të jetës publike, gazetarë dhe kolegë, të cilët ndanë së bashku këtë moment të rëndësishëm në jetën e tij. Në këtë përvjetor të veçantë nuk munguan urimet, fjalët vlerësuese dhe kujtimet nga rrugëtimi gjatë profesional i Albert Deliajt. Të pranishmit shprehën mirënjohjen për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në median shqiptare, duke cilësuar si një nga figurat më të rëndësishme të gazetarisë në Vlorë dhe si një drejtues që ka ditur të ndërtojë një media të besueshme, të pavarur dhe gjithmonë pranë qytetarëve. Emri i televizionit 6+1 Vlora është i lidhur ngushtësisht me figurën e Albert Deliajt. Ai nuk është vetëm themeluesi i këtij televizioni, por edhe njeriu që me vizion, përkushtim dhe punë të palodhur ndërtoi një markë mediatike që sot njihet jo vetëm në Vlorë dhe në jug të vendit, por edhe më gjerë. Në ndrejtimin e tij, televizioni 6+1 Vlora është kthyer në një institucion mediatik, i cili për më shumë se 28 vite ka pasqyruar çdo zhvillim të rëndësishëm, duke qenë zëri i qytetarëve dhe kronikani i jetës së përditshme të Vlorës. Gjatë këtyre viteve, televizioni ka ndjekur nga afër të gjitha ngjarjet, qofshin këto politike por edhe të aktualitetit, duke e fituar besimin e publikut, fal profesionalizmit, seriozitetit dhe korrektësisë në informim. Në fjalët e tyre, miqtë dhe bashkëpunëtorët vlerësuan jo vetëm drejtuesin e suksesshëm, por edhe njeriu me vlera të spikatura, Albert Deliaj, gjithmonë të gatshëm për të mbështetur të rinjt, për të promovuar gazetarinë profesionale dhe për të qenë pranë komunitetit në çdo moment. Ata theksuan se suksesi i televizionit 6+1 Vlora mban vullën e vizionit dhe përkushtimit të Albert Deliajt, i cili ka ditur ta mbajë televizionin ndër mediat më të rëndësishme rajonale në Shqipëri. Ju falenderoj që jeni në këtë gëzim sot të Bertit. Në emrin tim personal, si njeri që ka pasur privilegjin të rrugtoj në 27 vite pas një ditë ndërprerje për krah Bertit, dua t'i uroj nga zemra jetë gjatë, shëndet dhe lumturi në këtë 60 vjetor të tij, apo siç më pëlqen ta cilësoj në këtë rini të dytë. Janë 27 vite, të cilave kemi ndarë jo vetëm punën, por edhe përgjegjësitë, sfidat, gëzimet dhe shqetësimet e përditshme. Kemi menduar e punuar aq shumë së bashku, sa shpesh kemi arritur ta njohim njëri tjetrin më mirë edhe se familjarët tanë. Të urojmë nga zemra gëzuar 60 vjetorin. Të urojmë shëndet të plot, jetë të gjatë, lumturi dhe shumë vite të tjera plot energji, që të vazhdosh të jesh frymëzim për të gjithë ne, edhe 100 Bertin. Albertin si president i televizionit 6+1 Vlora, gëzuar ditëlindjen e emër të shoqatës Labria. Nuk nderohesh pse mbushe 60 vjeç, por nderohesh nga regjistrimi që ka bërë jeta jote në këto 60 vjeç. Bilanci që bën shoqata Labria dhe gjithë kjo miqësi që është sot këtu, flet se ti menaxhove bukur hapësirë publike të informacionit publik në hapësirat e Vlorës, të Fierit e Mëtej. Vepra që kanë lënë këtë 5 vëllezërit. Këtu u fol që gjithçka varet nga Berti. Jo, është kontributi. Berti në fakt ka vetëm 41% të aksioneve. Nuk është vendimarrës, por Berti është i Zoti që merr konsensusin e vëllezërve. Dhe është një gjë e veçantë që 5 vëllezër ruajnë harmoninë prej 30 vjetësh. Nga njerëzit më të mrekullueshëm dhe janë pranë çdo qytetari të Vlorës. Prandaj mua s'më ngelet gjë tjetër, le t'i uroj jetë gjatë administratorit të shoqërisë, suksese, gëzime familjare dhe edhe 100 vjet mbi ato që ka. Duke uruar jetë gjatë Bertit, familjes së tij, i uroj edhe Ermalit, ta gëzoj babai se të ka marrë që të vogël, edhe të ka bërë nga gazetarët më të spikatur. I u qua një dhuratë e veçantë me përkrenaren e disa ushtarakëve të veçantë. Ato ishin të antikitetit. Një nga ato përkrenaret prej broncit të larë me Flori i takon Berdelis, presidentit 6+1-shit.
edhe 100 dhe lumturi të kesh në familje, me fëmijët, me nipër e me mbesa, me të gjitha gjërat. Në emër të biznesit të Vlorës të urojmë gjithë të mirat, pasi ke qenë një zë shumë i fuqishëm në qytet, ke qenë një zë që ke reklamuar biznesin e qytetit me të gjitha ato ngjyrat e bukura që ka vetë biznesi. Unë që për përshëfanse e mendimit edhe përkufizimit se çdo marrëdhënie në themelin vetë të ketë shumë të korektësi dhe respekt. Shumë faleminderit Berti për të dy këto vlera në raportet që ne kemi pasur së bashku dhe bashkëpunime që kemi pasur ndër vite. Të jesh aq gjatë edhe me shëndet mirë sa ti shijosh edhe në stër librit e stër mesën. Edhe 100. Ne do doja të uroja jetë të gjatë, shumë falënderim për kontributin që ka bërë ndër vite dhe vazhdon të bëjë edhe kryeqyteti e Vlorës. Unë jam rritur në ambientin gazetares, kështu që e kam shumë ndjer këtë uri. Berti, faleminderit që na mblodhe sot. U bësh edhe 100 kontributi të vazhdoj ashtu sikurse ka qenë deri më tani edhe në vi. Suksese në media dhe në televizione, të mbash ekuilibrin në Vlorë dhe të kesh kaq të ftuar në ditëlindjen e vet, me këtë 60 vjetor të ditëlindjes së tij, nuk është e lehtë. Është e vështirë, por Berti është nga ata njerëz që i ka mbajtur të gjithë bashkë dhe ka mbajtur ekuilibra, ashtu siç ka pas dhe sukses në televizionin e tij. Kështu që uroj 100 vjet jetë dhe suksese televizionit 6+1. Faleminderit. Unë përshëndes Bertin, më vjen shumë keq që e feston ditëlindjen, nuk duhet ta festoj se Berti është i ri dhe dua ta falenderoj që na ka përcjell mesazhin që nuk pranon dhurata, nuk pranon lek. Kjo tregon një integritet të lartë të Bertit. Po unë Bertonen e dua shumë, e dua për disa gjëra. Dhe stafi që ka bashkëpunuar me Bertin në këto vite është model që ka bërë që TV6+1 të jetë një institucion i besueshëm për gjithë ne. Dua t'i uroj Bertit gëzuar ditëlindjen, të kesh shëndet gjithmonë. Mbarësi më vjen shumë mirë që ke kaq miq, kaq shok, dhe ajo që më bën përshtypje i shikoj të lumtur dhe të gëzuar të gjithë miqtë tu që janë sonde këtu të pranishëm. Berti gëzuar, edhe 100, edhe kështu qofsh gjithmonë i ri. Edhe pjesë e historisë së Vlorës, qëndrofsh deri sa të jetosh. Gëzuar familjarisht. Në fakt, në këtë moment jend vërtet emocion kur dhe Bertin përballë, më kujtojnë ato vitet të dikushme të bashkëpunimit ton që kanë qenë shumë herët, të bëhet edhe 100 dhe shumë më tepër sa të dojë zëmra, të jetoj një jetë e lumtur familjarisht me fëmijët, një prembesa, jetë gjatë. Gëzuar Berti. Edhe 100 vite të lumtura për Bertin. Jam shumë e lumtur që sot jam pjesë e festës së tij, të miqve të tij dhe familjes së tij. Në emrin tim sekretare e Këshillit Bashkisë së Vlorës, por dhe në emër të gjithë kryetarëve të Këshillit Bashkiak, ju uroj Berti sa më shumë vite të lumtura dhe sa më shumë vite të mbarë. Edhe 100 vite të lumtura, suksese të ketë, për një punë të mirë që ka bërë me median, dhe neve kemi qenë të përfaqësuar në median e tij, dhe mendoj që do të jemi gjithmonë bashkë me Bertin në tërë aktivitetet që bën shoqata Çamëria, dhe ju urojmë gjithë të mira, dhe një herë 100 Bertit. Jo në emër të opozitës, por në emrin tim personal, si mik i Bertit, i uroj edhe 100 vjet të tjera, të jetë i lumtur dhe i gëzuar me familjen e tij, me nipër e me mbesa. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij eventi ditëlindjes së Bertit, 60 vjetorin e tij, uroj nga zemra Bertit, familjes së tij, edhe 100 të tjera. Berti e meriton se siç ka gjithë ta njerëz ashtu e ka zemrën. Normal. Gjithmonë ka qenë i tillë dhe i rrethuar nga shokë e miq, kështu që Bertit edhe 100, edhe do ta bëj Zoti siç e vet, siç ke zemrën do ta bëj gjithçka. Uroj që të qenë të po, problemi është se Bertonia nuk mund 60 vjeç. Kështu është. Rregull dhe është urojnë për formacionin pastaj çfarë. I uroj një të na haroj 100 vjet Berti një. Të
Shënaroj 100 vjetë se na duhet, i duhet qytetit tonë. Me ato që ka bërë qytetin, ta qoj akoma për para këtë punë të bukur. E falenderoj shumë njerë për TV. Kënaqësi e madhe që jemi në këtë takim të këndshëm, pra në këtë përvjetor të Bertit. I uroj me gjithë shpirt familjarisht të ketë gjithë në suksese. Çfarë njeri uroj jetë gjatë, edhe 100 vjetë të tjera, dhe gjithë një të rrisi ashtu si që ka qënë traditet të këtij televizioni, transmetimi së vërtetës dhe e kulturës qytetare. I uroj suksese mbarësi televizionit 6+1. Bert Deliaj, edhe 100 vite, jetë dhe shëndet. Dhe sa më shumë, Berti nuk po më dëgjon fare, dhe sa më shumë punë të bukura për qytetin tonë. Në këtë 60 vjetor të Bertit, nuk ishte se si të ndodhte ndryshe për vetë kontributin që Berti ka dhënë, edhe 100 vite të lumtura Berti, suksese në misionin tuaj të përditshëm. Atëherë, Berti jetë 100, jam shumë e lumtur që jam tashmë edhe pjesë e televizionit, e kam vlerësuar gjithmonë mbështetje që ka dhënë për gazetarët, jo vetëm të 6+1-shit, po gazetarët në përgjithësi. Turoj vetëm të mira dhe 100 Berti. Qysh i vogël i pëlqenin shumë pasqyrat. Tregojnë gjithmonë si janë fytyrat. Kur u rit donte të shihte vërtet fytyrën që ka përdit një qytet. Por ëndra e tij mëtej i kërkon të tregoj fytyrën që ka një rajon. Është kënaqësi për mua të jem këtu në ditëlindjen e 60 të Bertit dhe në këtë ditë do t'i uroja më shumë se asgjë tjetër shëndet. Pra të ketë shëndet dhe çdo ditë e jetës së tij në vijim të jetë e lumtur. Unë jam nga dëshmimtarët e parë të televizionit 6+1 Vlora, që ka lindur në muajin maj të 1998. Berti ka qenë 32 vjeç, unë kam qenë 42 vjeç. Unë në 70 vjetor ftova 70 gazetarë sportiv. Berti sot ka ftuar 300 miq të tij, jetë gjatë vllai. Mes muzikës, urimeve dhe atmosferës festive, të gjithë të pranishmit i uruan Albert Deliajt shëndet të plot, jetë të gjatë, lumturi familjare dhe shumë vite të tjera të suksesshme, duke shprehur bindjen se ai do të vijojë të udhëheqë me të njëjtin pasion dhe profesionalizëm televizionin 6+1 Vlora edhe në vitet që vijnë. Në këtë 60 vjetor, urimet nuk ishin vetëm për një ditëlindje, por edhe një shprehje respekti për një njeri që për më shumë se 3 dekada i ka dhënë një kontribut të çmuar medias shqiptare dhe qytetit Vlorës. Emri Albert Deliajt mbetet i lidhur pasgjithshmërisht me historinë dhe suksesin e televizionit 6+1 Vlora, një media që ka fituar respektin dhe besimin e publikut, fal punës së vazhdueshme dhe standardeve profesionale. Stafi i televizionit 6+1 Vlora i uron themeluesit dhe drejtorit të përgjithshëm Albert Deliaj gëzuar 60 vjetorin e lindjes, duke shprehur mirënjohjen për vizionin, për kushtimin dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm në ndërtimin e një prej televizioneve më të rëndësishme në jug të Shqipërisë.